Trump nuk po bën asgjë nga ajo që i bëri Bideni kur i hoqi të drejtën e informacioneve të inteligjencës kur ai erdhi si president. Normalisht është një lloj e sjellur si gentleman që ish funksionarëve të lartë të i lejohet informacion të inteligjencës, sepse ideja është për shembull Hillary Clinton duhet të ketë idenë nga informacionet e inteligjencës, ajo mund të bëj një këshill, mund të ndihmojë presidentin. Në fakt, gjithë zyrtarët e lartë kur largohen nga detyrat, përfitojnë nga të dhënat e inteligjencës dhe duke punuar me firma të mëdha private, i kthejnë në miliona dollar për vete në kontrata me Pentagonin. Pra Trump ka bërë diçka shumë të mirë që duhet vazhdoj edhe mëtej. Natyrisht që këtu përflitet nga e majta që ka një listë me armiq zoti Trump dhe ndaj tyre do të jetë i ashpër. Por si u sollën ndaj tij, ai po sillet ndaj tyre duke mbajtur premtimet që ka bërë në fushat. Lidhur me bisedat telefonike, presidenti Trump kërkon që të vendoset paqja midis Ukrainës dhe Rusisë. Trump e di që Putini është një vrasës, është kriminal, por e vetmja mënyrë për ta thirrur në tavolinë është që të sillet me lajka nga tij, si është sill dikur Roosevelti me lajka nga Stalini, idulli i presidentit sotëm Putin. Stalini ka qenë me 100 herë më shumë kriminal se sa Putin. Por në atë kohë Roosevelti donte që të fitonte luftën. Një përjashtim ka qenë vetëm generali Patton, një general i madh që ishte kundra Rusisë, të gjithë donin që të bënin paqe. Ka disa shumë përbashkëta midis FDR Rooseveltit, që mbajti ikonë e presidencës nga e majta, dhe zoti Trump. Të dy janë të zhurmshëm, të dy nuk duan t'ia dinë për mendimin e njerëzve, të dy parapëlqejnë që të udhtojnë shumë ose spenzojnë shumë kohë në zyrën ovale, por të dy kaluan me masa shumë mëdha. Edhe Roosevelti kishte njëri siç ka sot Musk në zotëria, Hopkins, i cili drejtonte faktikisht, edhe ai e përbushte burokracinë në Washingtonit si Trumpi sot, por media në atë kohë nuk e sulmonte Rooseveltin. Roosevelti bëri gjëra më të tmerrshme se Trump. Çoi nëpër kampe internimi japonez-amerikanët. Më vonë Reagani do t'i kërkonte falas. Roosevelti ka hyrë si ikonë e madhe, Trump mund të hyjë tek presidentët më të mëdhenj, nëse arrin paqen, nëse arrin dhe premtimet në ekonomi. Deri tani duket se po shkon mirë. Robert, si mund të arrihet paqja sepse Trump është larg premtimit që do ta mbyll luftën në 24 orë dhe të gjithë nuk është se besuan në 24 orë, por të paktën pristim që do të kishte zhvillime efektive në një kohë relativisht të shpejtë. Por duket edhe që telefonata nuk është se funksionoi për të hapur një shteg drejt paqes. Shërbeu për të garantuar vetëm mos sulmin e institucioneve ose po themi organikës së prodhimit të energjisë nga Ukraina, apo jo? Tani Trumpi duket se është i sinqert, Putini nuk është. Putini kërkon të fitojë në maksimum. Lufta për të përfunduar siç tha Trump për 24 orë, ai mund ta bënte siç ndodhi atë 3 ditë kur i ndërpreu armatimet e Ukrainës dhe informacionet e inteligjencës. Ishte frika se Putini mund të vinte në Kiev. Pra vetëm në këtë mënyrë mund ndodhë ajo. Ai kërkon që të merren vesh, natyrisht nuk është e lehtë, sepse ato zona që ka marrë Putini nuk i lëshon. I quan ruse. Ukraina, Zelenski është ulur, ka pranuar çdo gjë nga Trump, mbas asaj që ndodhi në 28 shkurt, nuk është më ai Zelenski. Trump i avancon, kërkon pronën edhe të centraleve bërthamore. Ato janë pronë shtetërore, nuk besoj se do t'ja lënë të gjithë këtë. Aq më tepër që ai centrali kontrollohet nga rusët. Problemi është që është Evropa që e mbështet nga pas. Janë klanet e luftës që duan që lufta të vazhdojë. Ajo që mua më duket e papranueshme që e majta amerikane, që gjithmonë kanë qenë kundra luftës, këtë radhë do që lufta të vazhdojë në Ukrainë. Janë miliarda dollar, Amerika ka dhënë 170 miliard, nuk është pak, ka paguar për 3 vjet rrogat e administratës Zelenskit, ndaj ai duhet të pranojë çdo gjë që vjen nga këtu, dhe Trump është i bindur, edhe pse duke e toleruar Rusin, dhe pse duke u shfaqur shumë i butë me zotin Putin, çka e dëmton këtu tek media që thon pse ka që but presidenti i Amerikës me një autokrat, kriminal, diktator, nuk ka zgjidhje tjetër. Mos u habit që nga shumë media, siç ka filluar në Gjermani, në Britani, në Francë, do të fillojnë përsëri ato fake news, agenti KGB-s, aseti rusëve ka pasur shumë kontroll. Trump, edhe pse është president republikan, por shfaqet paqësor. Mua ma tha ambasadori Bolton në emisionin tim Focus që Trump ka një fiksim.
kërkon paqen për të marrë çmimin Nobel. Nuk ka shumë mundësi. Në qoftë se arrin paqen, është një fitore për presidentin Trump. Po ka qenë shumë i afërt me Trump. E njeh. Po edhe librin Fire and Fury, pra për vitet që ai shërbeu si këshilltar. Po ai e përmend se Trump e do një shtim Nobel për paqen me çdo kusht. Ma tha për para një javë në Fokus e kam, dhe tha ai, për ne është fati madh sepse në mandatën e parë kërkonte në ndihmë të kafshimit trojave tona të Kosovës. Fatmirësisht tani le ta kërkoj me Ukrainën, me Rusinë, sa më larg diku Grinelli nga Kosova, aq më mirë për ne. Mua kjo më pëlqen, por Trump ka një problem që i xhams, nuk qëndron në një objektiv. Dhe ne këtu, amerikanët e votuan Trump as për Donbasin, as për Ukrainën, për kufirin jugor dhe ekonominë. Mos duket habi që 70% e amerikanëve mund të mos e dinë ku është Ukraina në hartë. Dhe ky është fakt. Në politikën e jashtme, votuesi amerikan nuk ka thuajse interes fare. Robert, për që përmendë Kosovën, çfarë mund të presim për Trump nga Kosova? Pam djalin e tij, Don Junior, në deklarata që për zgjedhës ke drejt. Ishin të këqyeshëm për ne, por mund të ishin edhe goxha larg fakteve, se mund të besojmë që Amerika sulmoi vetëm për shkak të një skandali seksual. Aty ke drejt, ajo prapë që nuk më shqetëson është një person ignorant, mediokër, por është artopalan dimagës, ka shumë pushtet tek jati i tij, por si familje janë thjesht transaksione, to make dollars për të fituar. Natyrisht që neokonservatorët republikanë senat nuk mendojnë si ai. Si Donald Jr., si Elon Musk janë dhe kundra NATO-s, janë të butë me Putin. Këto janë këmbana alarmi për ne. Po siç e thash që nuk kanë kohë që të merren me Kosovën, nuk na dëmtuan dot në mandatën e parë, në 4 vitet e para, dhe një deklaratë arrogante që tregon ignorancë nga dikush që edhe nënën dhe njërkën e ka slave, unë nuk mund të pres më shumë. Personi nuk e njeh historinë e Amerikës, nuk e njeh se si luftuan 2 presidentë mëdhenj. Pak edhe me maman e Don Junior. Janë të 2 slave ka dhe nënën dhe njërkën. Në shpret nga i njeri. Është njeri butaforik, kur ishte president mandat e parë i la kompaninë, thuaj se falimentuan. Zhgënjyese është, natyrisht që ne duhet dim lobi shqiptar që nuk ekziston si lob kur ka qenë Diguardi, në Kongres, në Senat, fat që Rubio, i cili është sekretar shteti, mendon tërësisht ndryshe me Donald Trump, edhe me Trumpin për Kosovën, unë e di shumë mirë, por nuk mund të presim që ai të fillojë të bëjë deklarata kundër tyre se fundit është bosi vet. Aq më tepër që departamenti i shtetit është në disarray, dua të them diçka, më fal pak. Është botuar një raport tani që përmendit Berisha këtë. Zotëri nuk ka ndrruar asnjë në administratën e departamentit amerikan të shtetit. Është administrata vjetër, ka filluar Rubio, zëdhënësja, shoferi dhe 2-3 vet. Vazhdojnë me aktin të gjithë që vinë nga administrata e kaluar. Është copy paste. Nuk ka kaluar asnjë nomenim në Senat, janë bllokuar të gjithë nomenimet. Por folde për Yuri Kim që ka Yuri Kim. Zhendën detyrë. Nuk është më numri 2 i Evropës. Është senior advisor për efficiency and për përgjegjësinë financiare. Është një ulje, por mua ma thanë zyrtarisht, se unë jam atashuar si Fokus atje. Është normale rotacioni i oficerëve të karrierës. Departamenti i shtetit funksionon me grada. Vetëm 60 veta u detyruan të jepin dorëheqjet krerët e byrove. Kjo ishte dyshi i Evropës, nuk je kreu i byros. Ato emërit politike u larguan. Janë pushuar nga puna 1380 vetë që ishin probation, stazhier, i ktheu gjykata, dhe 700 vetë, këtu ishte edhe zënka i Rubios me maskun tek Zyrovale, 700 vetë, ku janë dhe politik, pranuan të dilnin në pension para kohe, dhe të largohesh. Tani ti do që unë t'i kthej këta në departamentet i pushosh t'i quash sikur i ke pushuar ti, Rubio është i vetmi që nuk ka dëgjuar për këtë fushatën e madhe të spastrimit. Sepse në Pentagon dhe në departament janë me grada, si atje general, këtu janë kancellor, minister kancellor, nuk i heq dot. Natyrisht që Yuri Kim mund pretendoj për të shkuar ambasadori diku, sepse Yuri Kim ka qenë me të 2 administratat e favorizuar. Ka qenë me Colin Powell shumë afër, ka qenë edhe me Blinkenin. Në Shqipëri u soll jo profesioniste, tërësisht kundër protokollit të një diplomati, ndalohet me ligj të marrë pjesë në politikat lokale, por ajo mund të justifikohet që këto janë urdhrat që i japin shefat e saj, se fundit Yuri Kim mbron interesat e Amerikës, jo tonat.
Por kjo s'ka ka ndaluar, unë kam qenë në konferencë shtypi, ja kam thënë direkt, ato që mendoj, po, dhe ajo është kapur nga fil, nuk ka ditë të përgjigje, i ka thënë pse toleron korrupsionin e Ramës. Haptas. Dakord, ti mund të sulmosh, nuk sulmohet opozita, në gjithë botën do të më e fortë është qeveria, opozita. Ndaj po të shikosh të diplomatët që janë tani në ambasadë nuk kanë më qëndrime se ç'kishte në kohën e Kimit. Nuk dilin haptas ose kundër mitingjeve të opozitës. S'kemi ende një ambasador. Dhe për një kohë gjatë nuk do të ketë, se janë bllokuar nominimet për janë bllokuar. Ta them unë. Një senator ka shumë pushtet. Një senator i thjesht mund të bllokojë gjithë nominimet. Një senator bllokoi nominimet e Pentagonit të diplomatëve herën e kaluar. Merret vesh me drejtuesit e vet. Të njëjtën gjë tani po bëhet nga krau tjetër. Një senator i majt i ka bllokuar, nuk ka kaluar numri 2, numri 3, numri 4, shefat e byrove, siç them, nuk ka 3-4 vet janë që të dalin administratës së re. Po janë arsye që nuk lidhen me Shqipërinë. Jo. Kjo është thjesht bllokim të nominimeve, por Shqipëria nuk është grada e parë e ambasadorëve, as e dyta, as e treta. Sepse edhe herën e parë u bllokuan 40 ambasadorë, por për vende me rëndësi ata kaluan. Kostanalçik për shembull, që ishte kandidat për ambasador, do të jetë më ka marrë një detyrë acting tek zyra tek byroja e luftës kundër terrorizmit. Por qëndron edhe për Kasanov, që thanë u larguan e pushuan. Jo, Kasanov ka kaluar me gradën si diplomat në Pentagon tek Universiteti i Mbrojtjes. Kalime që bëhen shpesh dhe pret, por dihet që departamenti, themi realist, kultura korporative, departamentit është e majt. 74% punojësve të tij janë demokratë. 27.000 janë këtu në qendrat, në zyrat qendrore, në të gjithë botën janë 73.000 vetë që punojnë për departamentin dhe punojësit lokal. Yuri Kim ka marrë, siç më thanë, këtë detyrë do të shkurtohen 8 deri në 10%. A është ulje? Nuk është më numri 2. Nuk e kontrollon më Shqipërinë. Por vazhdon të jetë pjesë e trupit diplomatik. Nuk besoj se Jo, nuk besoj se na dëmton më. Nuk besoj. Okej. Robert, ambasada amerikane këtu ka bërë një njoftim për vizat, nuk e di nëse e di se e kanë dhe gjerman dhe anglesht. Okej, dhe qëllimi i mesazhit nënkuptonte që marrja e një vizë amerikane nuk nënkupton që je i paprekshëm pasaj. Pra, duhet të jesh nuk është gjere. Përputhje me të gjitha rregullat. Nuk është gjë. Leo ta përfundoj se ka patur akuza dhe nga opozita, për shembull, që dhe një deputete në Shqipëri i është revokuar ose mos i shkojë në Shtetet e Bashkuara. Si është si politik? Unë për e të parë kam patur fatën, kam ardhur në Amerikën në 93 dhe kur Ararsonit nga dhënë vizë 5 vjeçare, nga thënë kjo do të thotë që viza është e garantuar. Punojnësi i imigracionit ka drejtë të thejë mbrapsht. E ka pasur gjithmonë. Në këtë rast, me luftën kundër terrorizmit dhe mashtruesve që hynë, Trumpi e ka bërë për të gjithë. Edhe me janë ndaluar Gjerman, janë ndaluar në shtetet anglez. Tani Gjerman ai mund të jetë musliman e Gjerman, ka një problem. Me shqiptarët është kjo, që ti vjen këtu, duhet të rish një muaj, duhet të regjistrohesh nëse rrim shumë se një muaj. Është një kusht i ri. Njerëzit që janë normal, sepse dihet që sa shumë e thyejnë vizën shqiptarët, sa kanë dhënë për azil, për deputetën nuk më duket një gjë e re. Rama e di mirë që një deputet i tij që sot hiqet big shot është ndaluar dhe janë sekuestruar $150,000 në JFK. Pra emigracioni, FBI i ka po, nuk ka ai e di mirë. Rama e di. Okej, nuk e dëshirë të japësh më shumë. Ja, kur të egërsohet shumë fushata mbase e them në emisionin tim. Po Rama e di. Siç e di mirë që informacion që ke siguruar si gazetar apo nga informacionet që kam. Unë kam qenë në Thesan këtu. Unë jam atashuar të qendra medias suaj, qendër pranë departamentit amerikan të shtetit. Shpesh kemi informacione dhe off record, siç ma dhanë Yuri Kim që nuk mund ta jepja pa e bërë ata publike. Jam mirënjohës, gjithmonë janë serioz me ne, duke u sjellë dhe ne serioz me ta. Ka gjëra që thuhen, ka gjëra që thuhen. Unë isha i pari vjet që thashë Ramën e ndaluar një orë në JFK. Nuk qej informacion shtetëror i madh. Shoferët ishin shqiptar. Po me Ramën cila ishte pravavia, kam përshtypjen reagoi dhe Rama atëherë apo jo. Ndaluan se Rama dëgjoj, te dosja mekanik dhe Rama është shumë i përfshirë. Janë dy dosje që Rama ka qenë. Dosja e fotos Obamës nuk e thritën në gjykat, por hetime ka pasur, ka përgjime,
Dhe nëse dosja do të kërkohet nga SPAK-u, Rama e di mirë, sepse ishte një nga skandalet më të mëdha, pa protokoll, një kryeministër me një shef të kundra zbulimit në FBI, i cili lidhet me një agent sigurimit dhe me një ish këshilltar të Ramës, të cilët dhe këtu kanë probleme të mëdha. Dhe dëmin e madh ekonomik, deputeti që përmendë është ndaluar së fundmi apo? Jo, është në kohën e Obamas. Okay, dakor. Në kohën kur Obama ishte president. Okay. Po së fundmi ka plot që vinë, këta nuk kuptojnë një gjë. Vinë gjoja bëjnë fushat për diasporën e këtej, mbajnë nga 2-3 celular, çdo pasaport diplomatike, Gjerman, Kinez, nigerian, shqiptar, kur zbret JFK, FBI e ka sipër. Ndaj, fillojnë e përtasin, pastaj në përqelira si të shmëndur, kanë dhe një mani tjetër që kanë filluar të investojnë këtu, hotele, ndërtime, këtu vëzhgohet çdo gjë. Dosjet janë masive, dhe nuk është abisme që Befas, ish presidenti i Argentinës, u çpandon grata. Dhe a thua ti që Rubia ka iden se çdo në Argentinë? Ja, është e play by the books. Robert, si ke parë fushatën e partive shqiptare në Amerikë? Këtu është folur shumë për mungesën e transparencës, nuk e di të ka bërë përshtypje, në shpenzime të mëdha, partikolare? Fatkeqësisht, kjo nuk është gjere. Unë do të isha për mua të ndaloheshin ndikimet e të huajve në fushatën në Shqipëri, të kishim një fushatë siç është në Britani vetëm 2 javë, dhe sistemi të mos ishte ky që është një sistem që ndëshkon votuesin e thjesht. Për shembull, unë në Tiranë, unë kam duhet votoj njëri, Rudi Rebara e kam ik, po është një parti që unë se kam dëshirë. Pse ma heq këtë drejt? Votimi duhet të jetë voto personin, majoritar, siç ka qenë në 92-shin. Përse disa duhet të jenë në listat sigurta e disa në listat hapura tek ajo Orwellit që të gjitha kafshët janë barabarta, për disa kafshë më të barabarta se të tjerët. Pse edhe herën e fundit që fitoi Rama 48% kishte. Pse mund të rish në pushtet me 48%? Dhe 48% kur kishte përballë një kandidat dobët si Basha. Pra çdo gjë mund ndodh, diçka që s'pëlqen është me diasporën, shumë pak janë regjistruar, domethënë e morën për grantit. Pak janë 250.000. Po jemi 1.8 ton për milion që jetojnë. Jo, dakor, por nga ta e parë nuk u interpretua si shifër e keqe. Gjithsesi opinioni. Nga ta, jo, po nga 240 sa do votojnë. Se edhe këtu regjistrohesh, po gjysma nuk voton. Plus që nuk mund t'ja marrësh vot, t'i kërkosh votën dikujt në Boston, në New York, për të votuar për thënë për Taula në Ballën për Salinjanin. Diaspora duhet kishte kandidatë të saj, por ata atje e dinë më mirë. Nuk para pyesin. Okej, Robert, se takon ekonomisë në shtetet e bashkuara, kemi parë anomali, kemi parë video në supermarkete ku qytetarët zihen për vezën. Çfarë po ndodh? Se ka do themi gjëra të çuditshme për një ekonomi të fortë siç është ajo e Shteteve të Bashkuara. Da, ato janë gjëra minore. Pati një rritje të çmimeve të vezëve, se pati një vrasje masive të pulave për gripin e pulave, po kanë ardhur miliona vezë nga Turqia dhe këtë javë rrit çmimi i ra. Shkoi te $8, që shkoi 14-15. Benzina ka rënë në 10 cent, 20 cent në krahasim me Bidenin. Natyrisht që nuk priten me njëherë, por në qoftë se Trump do të realizojë thjesht. Është e çuditshme, për shembull, amerikanët u ankuan kur çmimi i naftës shkoi sa në Shqipëri. Po Amerika ne kemi me gallon, gjithmonë ka qenë më lirë. Gjithmonë është më lirë në Amerikë. Da unë kam ardhur për herë parë në Amerikë, kam gjetur me 90 cent gallonin. Tani është $3. Ka diçka që shkon, fuqia nuk është më shtrenjtë se kohën e Bushit. Në kohën e Bushit fuqia shkoi $120 për çmimi që më i vogël. Këtu është problemi me atë inflacionin me $5 trilion që u hodhën treg, por nuk hodhi vetëm Amerika, hodhi dhe Europa. Ishte Covid-i ai që shkaktoi këtë inflacionin e parë. Gradualisht Trumpi synon $4.5 trilion ulje taksës për korporatat, çka indirekt do të rriste prodhimin. Inflacioni ka rënë në krahasim, mbas edhe administrata e fundit nga fundi filloi të vepronte mirë. Trumpi ka dhënë përparësi për çmimet e puseve të naftës dhe deregulation, se ka pasur shumë rregulla nga demokratët. Ai thotë që për çdo rregull që ka firmosur Biden, 10 do t'i heqë unë. Republikanët, qoftë Trump, qoftë kushdo, sa herë që vinë pushtet, ekonomia jump, sepse duan qeveri të vogël, taksa të ulta dhe dhënie lirie biznesit. Po, kjo është natyrisht që çmimet janë rritur, por ky vend krijon shumë punë. Njerëzit punojnë fort dhe çdo njeri
e ndërton jetën bazë të punës. E Majta kërkon të ndryshme me atë DEI, këtu është gabimi i madh. Diversitet, përfshirje dhe barazi. Barazi si? Për një që s'punon, ose që të shkojë në Harvard, ti si i bardh përsekutohesh sepse do të jepte më shumë përparësi afrikan-amerikanit, nuk duhet të jetë. Dhe administrata e Trump, jo vetëm që po e lufton, por zyrat federale nuk do të bëjnë biznes me ato kompani private që vazhdojnë me DEI. Kjo është një nga pluset e Trump me këtë qasje, plus me vlerave tradicionale të amerikanëve në familje. Kufiri thuajse është mbyllur, 96%, por Trump ka një problem me gjykatat. Janë 125 pa di gjyqësore ndaj administratës. Tani një xhaxh në distrikt lokal të bllokoj një president që ka marrë 77 milion vota është nonsens. Tani ajo mund të shkojë me apel dhe Trumpi mund ta fitojë. Për shembull rasti i emigrantëve dhe refugjatët që janë cilësuar si terroristë nga Venezuela. Del një xhaxh dhe ndalon. Pse? Ose gjykatësi tjetër që thotë po, gjykatësi. Ose një gjykatësi, se gjykatësi këtu zgjidhen nga presidentët. Të majtët zgjedhin, të majtë, djathtë këtë dihet. Sa herë që vjen një president i djathtë, të majtët fillojnë në sulm me 100 gjyqe. Republikanët nuk e bëjnë. Do të shkojnë në gjykatë lart, por kalon kohë. Për shembull rasti $2 miliardë që i bllokoi Trump për USAID, dhe del një gjykatës distrikt lokal që thonë paguaj ti pastaj shkon në apel. Janë $2 miliardë. Kryetari i gjykatës supreme ka thënë që se ka dhe një drejt të bësh impeachment, të shkarkosh gjyqtarët. Megjithëse duhen 2/3 dhe Trump, por dhe Musk janë ofendues ndaj gjykatësve specifik. Kryetari i gjykatës supreme, i cili është konservator, tha që nuk është kjo rruga, për 200 vjet drejtohen në apel. Është diçka që nuk shkon. Urdhat ekzekutiv presidentit, për mendimin tim dhe analizë dhe këtu të mëdhenj, thonë nuk duhet kundërshtohen nga një gjyqtar lokal distrikti. Duhet ketë një mekanizëm tjetër. Sepse fundit ai ka një platformë, ka bërë premtimet elektorale dhe kërkon të zbatojë. Janë deportuar 40.000 me dosje kriminale. Ka drejt. Problemi pastaj me shkarkimet nga detyrat atyre që janë punonjës federal, kjo le vend për diskutuar. Sepse nuk mund të largosh njerëzit pa arsye, siç u thash, ka hequr ata që quhen probation, stazhier, por një stazhier mund ta heqësh kur nuk performon. Masku i hoqi pasi përgjegjësi dhe janë kthyer mbrapsht në punë 24.000 vet. Kjo nuk është serioze. Rasti i departamentit të arsimit, Education Department. Nuk mund ta shkrit dot presidenti, se ka këtë power, e ka Senati dhe Kongresi. Në Senat duhen 60 vota, nuk i ka. Por ka shkurtuar gjysmën. Trump është bombastik, hedh granata, ka hapur sulm, nuk tërhiqet nga Grenlanda, nuk tërhiqet nga Panamaja, trysni pa kuptim për Kanadan dhe kërkon që të hyjë në skenë të njëjtë si presidenti i tarifave. Me tarifat ka të drejtë nëse janë simetrike. Nëse Kanada e vendos 300% për qumshin amerikan, e njëjta gjë duhet ndodh. 150% tarifa dhe Japonia, i vendos India, edhe Korea e Jugut. Dhe përfitojnë kurrizët e Amerikës. 200 miliardë është deficiti me Meksikën, rreth 70 miliardë me Kanadan, 250 me Europën. Pse? Ndaj Amerika ka një uhat $36 milion. Trump do ta ndalojë. Robert, shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi bisedon. Gjithashtu.